Dashuria e Nedës dhe Ogrenit filloi në një format televiziv, u bekua me 3 fëmijë dhe nuk zgjati për gjithmonë, ashtu sikurse çifti i premtuan njëri tjetrit në fillim. Jo vetëm kaq, por procesi i divorcit të çiftit ka vënë në vështirësi edhe gjykatat. Ka qenë ish bashkëshorti i Nedës, vëllai i ministres Belinda Balluku, i cili është drejtuar gjykatës duke kërkuar urdhër mbrojtje dhe duke u shprehur se Neda, ish gruaja e tij, është agresive, e përgjon i bie derës së apartamentit të tij, orar pa orar, duke shqetësuar dhe rri me orë të tëra poshtë shtëpisë ku ai banon, edhe pse ato të dy janë ndarë. Para trupit gjykues, Ogreni është shprehur se fjalori me të cilën i drejtohet ish gruaja e tij është i papranueshëm. Ai tha, ajo më drejtohet me fjalë nga më të ultat, duke më etiketuar si ordiner, kafshë dhe hajdut. Ndërkohë që ai shtoi më tej. Neda më ka thënë, mbaje mend prej meja Ogren, unë do të bëj që ti të prekësh fundin dhe mos e harro këtë. Por nga ana saj, Neda në gjykatë është shprehur se 3 fëmijët e saj i mban Ogreni dhe ajo ka më shumë se 4 muaj që nuk sheh dot 2 djemtë dhe vajzën e saj. Ai nuk po zbaton vendimin e gjykatës dhe nuk më lë mua të takoj fëmijët, ndërkohë që Ogreni thotë se kjo nuk është as pak e vërtetë. Vllai i ministres është shprehur i tronditur në gjykatë, teksa ka cituar fjalët me të cilat i është drejtuar ish bashkëshortja e tij. Neda shpesh më thotë, mos gjeç varr. Fjalë të rënda këto për babain e 3 fëmijëve. Unë nuk e di nga i buron gjithë ky mbllef asaj, por ajo që di është se në asnjë mënyrë nuk do të lejoj që fëmijët e mi të rriten në një ambient që nuk është i qetë dhe i sigurt për ta, është shprehur Ogreni.